Ejuhel muslimun, o ju musliman, el malu ni'metun min Allahi adhime. Më të vërtet, dinari, parja, është nimet prej Allah të zëgjel, adhime, për të cilën kjo para është madhështore. Pse? Bihi tu'marul ardu, wa tufarrajul kurubu, wa tuqda al hajat. Nga se përmes parës o ju lëzër, zhvillohet toka, zhvillohet dynjaja, largohet njeriu prej sprovat të jetës kur e ka dinarin parën. Me të vërtet o tuqda, dhe i kryen njeriu nevojat e tij me dinar, me parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot kështu: Ni'mal malu salihu lirrajuli salih. E po nimet i mirë është ai dinar, aja pare e cila është ka ardhur prej halalit në dorën e një personit halal. Nimet i madh është kur ti e fiton dinarin halal. Dhe nimet i madh nga ana e Allahut është kur ti je njeri salih, din qysh me e shfrytzu atë dinar. E fiton halal, e shfrytzon parën halal. Ni'me salih. Do thon nimet pare e mirë, e bereqetshme është halali. Në dorën e kojna, në dorët halalit. Po në qose fiton halal dhe ajo është haramgji, çka i ban? E ban parën haramgji. E ushen e vladin e vet, gruan e vet me haram, se ka parja në dorën e një haramgjiu. Fita halal dhe bahu halal. Ky është kuptimi i hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. ولا يقوم عيش الناس إلا بالمال ولذلك زين لهم وحبب إلى نفوسهم. Nuk ka mundësi që na me përjetu jetën vetëm se me pare. Kjo është e vërtet. Dhe për këta Allah azza wa jall na ka jeshu, na ka bu dashur në vetën ton kon parën, pasurinë. Bënëm na nuk e njohmi mirë vetën ton, qysh Allah azza wa jall na ka tregu për vetën ton, për krijesat, se çka ata dojnë. Wa tuhibbul mala hubban jam'a. Allah po na tregon edhe për këto. Thatë ju jeni ata cilët e dani, keni qef parën. E keni qef parën. A veç para? E keni qef parën edhe me të bu. Jam'a, da të bë. A e dim na kush na për këto që vetën tonë. Ama Allah po na tregon edhe cilësi kemi. E dojmi da më thonë dinare. E dojmi me ngrumbullu atat. Dhe për këta thash e ka bu të dashur. Allah azza wa jall për këta fjalë që i thash e ka thonë një ajet, e që ky ajet na aludon, na argumenton që për shkaku i këtyre gjërave, që është i cekja ajetin, që të në shkaku i këtyre gjërave, na mujmë me hin haram dhe me fitu haram. E me diriju shkaku i epsheve tona. Po fillan Allah azza wa jall me dëshirën e parë që po na njen mirë kush jemi na. Thot Allah azza wa jall, zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati. Jush jeshu për njeriu epshet. Pa pot epsh, nuk mundesh mi arrit këtë sendet. Po dëshira jon. Allahu është po do të me punu, unë e patjetër, unë e prej keci, unë e prej alkoolit, po pse pe ban këto? A nuk është dëshira shahawat, epshet. Po kush ka të shti këto? Nini qash kush i ka shti këta njerëz. Me punu në haram, me prejk haram, me bajt haram, me shfrytzu haram, me dhan haram, me hangër haram, me mush barkin haram, ku tek për Allah gjitha haram. Cëllë janë shkaqet? Minen nise. Shkaku i parë që po fillan fitne e epshe që qëtin haram, minen nise. Për i grave fillan. Wallahu i somoj, unë kam fmi, edhe fmi të da thonë pas kja jeti. Da thonë fillan me grave. Unë kam grua, unë shtët. Minen nisai wal benin, për i femive. Nisa, gratë dhe femive. Pse? Po do të me punuaj, nuk moj pa punuane. Po do të me, ani punan halal. Jo, po ti qëtë 100 arsye. Po fillan haram, shkaki i kojna, shkaki i gruës dhe shkaki i fëmijëve, po fillan me fitu haramin. Po fillan me nxjerr haram. Po fillan me hangër haram.
wal qanatiri al muqantara. Allah po vazhdon po na tregon që është i shu tek njerëzit e epshët. Pastaj wal qanatiri al muqantara, ata e dojnë grumbullimin e pasurisë. Sot ki qef me shtu edhe nesër ma shumë, edhe nesër ma shumë. Një punë, dy punë, tri punë, mos më nalë heq, veç puna. E dojnë, është epsh, grumbullimi i pare. Wal khayli musawwamati, i dojnë kuajt në ngjyra të mira. I dojnë kuajt të fort. Kjo pëlqimi i njeriu që e bën. Pastaj wal an'am, i dojnë bagtit. Mi sundu baktit, mi i marrë ata, gjitha janë këta prej epsheve. Wal harth, dhe e dojnë tokën pjellore, e dojnë buqësin. Gjitha këta sene që i përmena. Gjitha janë halal, mëse ngartani këta. Gjitha janë halal, po mënyra e epshit që ty të shtin, është gjitha këta që i përmena, që njeriu për tyre seneve që është pasuri, e merë pasurien, e të shikon pasurien, shtin në haram. Shtin në haram. Që shtin në haram? Punon për interesat me mojt familje, punon për me ushi e vladin, punon për me arrit grumbullimin e pareve, punon për me zbukru jetën tonë qefët e tua, punon për me pa tuk. Amo qysh po punon? Shahawat, dëshira epshet. Ani puna, amon halal, e jo në haram me i fitu këta. Këta janë disa arsye elementare që neve na shtyn, da më thonë, tek pasuria, fitimi në haram. Allah na rujtja, Rabbil Alamin. Qala Allahu Azza wa Jall, ja eju rusulu kulu minë të tajjibat. Këta fjallë që i thash, Allah Azza wa Jall po ju dërtuje që ta shkojna për fetve. Për fetve, edhe ta kam po dëshirë, edhe ta kam po të epshe. Thot, o ju të dërguar, kulu minë të tajjibat, hani prej sendeve që janë halal. Musulmonani shkaku i tyre gjërave me hi, me punu qështet e haramit, dhe me fitun haram, dhe me shfridzu haram. Mirë po tajjibat, hani ajet cila është prej halalit. E ky ajet na kupton që edhe profetët kanë qenë të obliguar me pasurinë e tyre, me punën e tyre, që mës me qenë tradhtar në tregtinë e tyre. Edhe kjo është pjesë. Ti biznesmen, ti këto, kujdes. Mund është me shëndru sendet e tua në halal, në haram. Në cilën mënyrë, kur ti tradhtar, kur ti i gënjen njerëzit, kur ti e shet pasurinë tane, apo tregtinë tane me gënjeshta, me rrena, kjo shëndrohet për minjarë në haram. Dhe çka fitove ti? Fitove pasurinë tane në haram. O ju vëllezër, në vërtet kjo për neve është sprovë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummetin fitnatu, wa fitnatu ummetil mal. Po thot në çdo ummet ka pas sprova. E sprova ummetit tam po thot është pasuria. Sprova ummetit tam është pasuria. Krejt për pasuri i shkelmina. Mërë ka thonë Allah, o vështë e poja arrim, arrej, atrafaj, gjdo sen që ka baj, e rëndësishmë është në mi shti parën në gjep. Jo, mos e fita pasurien në haram. Mirë po ju lezër, shiko se si po e fiton dinarin, e qysh pe e merë ata, pastaj dhe ku pe jep ata, nga se ki me dhonë logari për Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi wa dhakra fiha wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka me lëviz kama e njeriu kur del para Allahut mu gjiku, mu taku me Allah Azza wa Jall. Nuk lëviz kama e tij 1 centimetër. Por deri sa të pyetës për disa gjëra. Për tëra është, por deri sa të pyetët pasurinë, çysh e ke fitu dhe ku e ke dhënë ata. E ke fitun halal? Mirë. Ku e ke dhënë ata? A mundet njeriu me fitun halal dhe më shëndrun në haram? Po. Unë e fitaj në halal,
Dhe ja jap një person I cili pin alkool, sadaka, edhe I di që pin alkool. Tham që merre. Çka kum bone? E kum fitun haram, u shbo ket haram ajo. Merre halal, fita halal dhe jep në halal. Mos e fiton në haram dhe me dhon ata në haram. Nuk I me lëviz centimetra para Allah të azza xhel. Por deri sa çka ki më pyet, ku e ke fitu këtë dinar dhe ku e ke shfrytzu këtë dinar? A ke fitu në halal? A ke dhon në halal? Apo e ke fitu në haram? E ke dhon ata në haram. O ju lezër, thëtë Allah azza xhel, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Mos e hani pasurin e ju, mos e fitani pasurin e ju, njoni me tjetrit në haram, batil e ka qëllim në haram. Mos hyn mashtrim me pasurin tane, mos hyn në tradhtim me pasurin tane, mos bëj interesa. Gjitha për këta ju lëzër ka arsyetime, në bon shpjegime. Njeriu kur ti biznesmen, mos u munda mi mashtu njerëzit me punën tane. Me shit malla, sende, me mashtu njerëzit. Mos u munda me tradhtu punëtorin njerëzit. Mos u munda për interesat e njerëzve me manipulu. Me tradhtu njëri me tjetrin, me shpionu e kështu me radhë, për çka? Për interesat e biznesit tonë. Në moment që ti I ban gjitha këto, krejt hin ulemat në këtë ajet e kanë thënë. Për miner bot haram. Edhe pse ti ndoshta me munin tonë punon, amo haram bot. Shit, ble, bë biznes, mënyrën e pastër, mos trata, mos vjedh, mos bë interesa. Gjitha shndrohen batil haram në qoftë se njeriu I ban këto sende. O ju vëllezër, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas fa qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën Arafatit, në ditën e Xhumas, kjo ditë e Arafatit ka qenë. Je ka von disa porosi për fetve, shokët e tij, umetit e tij. Pastaj sahabët tregojnë, po thot ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të vërtet, gjaki ju, pasuria ju, nderi ju, njëri me tjetrin e keni haram. Nuk ban me myt vllain vllavin, nuk ban me ofendu vllain vllavin. Mos ja shkel nderin njëri me tjetrin, mos e ofendoni njëri me tjetrin dhe mos e hani pasurinë e njëri tjetrit haram. Aleikum haramun. Pejgamberi më thot haram e keni, gjitha këto janë për haramit. Moment që anis edhe tregtia jote, puna jote, ti që I si shef, ti që I këto, ti që shtot, ti kështot, mos I hin punëtore në hak. Momentin që ti e bani gjë të tillë, ki shndru ki hi në këtë ajet për mina bot haram. Keni kujdes o ju vëllezër. Ndoshta jam I qartë në fjalë që I tham, në ajete që jam duke thënë. Në moment që bëhet tradhtia, në moment që bëhet mashtrimi, po më pasysh, ai punëtor, ai shef, por minë shndrohet haram, sipas ajetit. Hini në tefsir këtij ajetit dhe shikoni fjalët e sahabëve që kanë thënë. Unë nuk po kam mundësi mi cek krejt fjalët e sahabëve se çush kanë. Hen edhe kamata këto. Edhe kamata hen. Mbrana në këtij ajetit. Haram është, mëkat I madh është. Keni kujdes o ju vëllezër, çysh po e fitani pasurinë dhe po e shfrytëzoni ato. O ju vëllezër, blerësi dhe shitësi do të kenë të njëjtin niyet. Cilën niyet? Edhe ti e dhone, edhe që shet, edhe unë që du me ble, e do të me pat një niyet na. Cilë është niyeti? Halalit. Me shku me ble në halal, edhe ai cilë I shet me shit halal. Mës me pat fitimet e tyre në mashtrimet. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, el bay'ani bil khiyar. Dhe janë me moment sa. Po thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që të dyt janë në kontratën e tyre. Edhe unë që vi me të blej ty, edhe ti që shet, na bimi kontratë, marrëveshje kemi. Pastaj po thot pejgamberi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Në qofse ai apo one jemi të sinqert në fjalë, qoftë ai që po shet, qoftë unë që po blej, jemi të sinqert. Dhe nuk tradhtojmë njëri me tjetrin. A ka mundësi edhe blerësi me tradhtu? Po ka mundësi me blej. Pse ai ka interesin me blej çto, me mashtu ato që është shi. Apo ka mundësi edhe shitësi me mashtu të çto të blej. E në qoftë janë që të dyt
janë të sinqert, nuk rrejnë, nuk rrejnë, nuk mashtrojnë. Çka po thot pejgamberi? Ata kanë me pa bereqet në shitjen e tëre dhe blerjen e tëre. A kom të cilën? Po edhe unë që e kom ble, që më ka kallzuar i vërtet, e kom ble, edhe unë kam bereqet. Po edhe ai ka me pa bereqet në pasurinë e tij. Pastaj çka po thot pejgamberi? Wa in katama wa kadaba muhiqqat barakatu bai'iha. E në qofse që tash, njëri për neve ka mashtru, ose unë e ku mashtru ato, asaj mund ka mashtru, po thot pejgamberi, bereqeti i tëre do të zhdukët. Edhe ai ka më zhduk me bereqet, e done. Valloj s'më ban, e kum blet djetë, 3 e kum blet, 500 euro bleta. A mos më ban, a mo këqër se mës ki mashtru. Ose ti ki mashtru, ose ai ka mashtru. Valloj kjerri kur përdhezi dhe që aty po mnalet edhe u kry. Ose ti ki mashtru, ose ai ka mashtru. S'ka bereqet, s'jep Allah bereqet. Shiko, këta janë hadithe profetike, argumentet forta, fiton në halal dhe ha në halal. Mos u munda me shit, mos u munda me fitu çështet e tua në haram, o ju vëllezër e mi. O robi Allahut, mos tradhto, mos mashtro për të fituar dinarin. Tregon e Buhariera radiallahu anhu, thot një ditë pejgamberi dol në pazar, thot dhe e pa një shit, i cili shit ke pemperime, apo shit ke grun, ta që e ma vjetër e din grunin, apo shit ke ushqim. Dhe erë Gjibrili i tregaj, tha, zbulaja mashtrimet e ti. Shkaj ta i shitësi, edhe pejgamberi e shtini dorën pi përfunit, ne janë zero ushqimin. Kur janë zero, fenalet asabi'ahu belalen, dol dora pejgamberit e lagër me ato ushqim. Pastaj i tha, e komentaj hadithin për me kuptu më lehtë. Pastaj i tha pejgamberi këtij burrit, ma hadha ya sahib al-ta'am, çka është kjo? Ushit, çka i të bu me këtë, da thonë me këtë ushqim, me këtë mall, çka i të bu kështu? Asabethu as-sama, u përgjigjaj politikani, rëndsani, gënjeshtari, tha, shiu e ka lag, o i dërgumi Allahit. I kemi na du si lloj njerëz në tregti. A është në rregull, a është mirë? Çfarë janë të e komentu që është hadithi për me kuptu. A është në rregull, është mirë të blen 1 kile partizana. Ti çka gjën shka shako përfuni? Ti e merr kur përfuni këtë kalta. Ç'kjo është qëllimi i pejgamberit? Kur e kanë zero ushqimin i kalt. Ku nda me mashru kështu? Edhe çysha e ka lag shiu se nuk është e kalt. Sa të kemi, ju mirë është. Ja mirë që ble çore, që ti ban 20 metra të lëndë. As të kallët as për gjasej. A? E shumë tregtit si sa në bën. Çka shndrohet kja? Në haram. Ky person ku ka ndesh me mashtru? Pejgamberi me mashtruar, por Xhibrili ka tregu. Allahu zë xhallahu, zbulaja mashtrimet e tij. Sendet e mirë për para, sendet e këqija për funi. Bananat e mirë ti çet për para, për funi. Mos i prek hiç. Ti e merr, rrushin ta çet çu çdo. Për funit kal. Kur e blen, a shndrohet haram? Po. Haram e ki parën që e ki marë. Haram e ki. Subhanallah. Wallahi, këta fjallë që për foli është trishtim. Me fitu haram e mush barkin tonë haram. So mashrime na njët i bojmi. So sende na i bojmi. So teshat i blimi mashtrim. So fmine ushim mashtrim. So gratona veshen mashtrim. So triktia, so biznisi bot mashtrim. Pastaj pejgamberi kur e pa këtë burr që po rran kështu, i tha, "Men ghasha falaysa minni." Ai cili tradhton nuk është për meje. Nuk je për i profetit sallallahu alaihi wasallam. Larg i më kanë. Ditë gjykim ku çan pejgamberat, larg ti, larg për meje. Ti ai cili ki mashtru. Pejgamberi pa ndalan këto. Hanë pasurinë halal dhe fitane pasurinë halal, o ju musliman. Pastaj ju vëllezër, mos i hyn dikujt në pazar. Më në men këta fjallë që vi thamë qëtash. Mos i hyn dikujt në pazar. Mos i ngrit çmimet kur njerëzit kanë nevojë. S'kan kam ja majt. E te e shenë që kërkur s'fa, veç te e ki qatë produkt, e ate e hy qëtash. Mos e ba këta. E para mos i hyn në pazar dikujt. E dyta mos i ngrit çmimet kur njerëzit nuk kanë ku me bëj tjetër veç se te te. Pastaj mos manipulo në shit blerje. Manipulim në shit blerje nuk ban.
Gjitha ju vëllezër shndrohen këta në haram. Argumente kemi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yabta'u al-mar'u ala bay'i akhihi wala tanajashu wa yab'a hadirun li ba'adin. Po të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëri për juve mos të hyn në biznes do kujna tjetër. Qysh mi me biznes? Tash one peshat kushinjan ka qenë së gjok me shit. E di që ka fitim, tash e dhak, së gjok barabat me ato. Mos ja ba këto muslimanit, mos e dëmta muslimanin. Ky është kuptimi i hadithit, mos e him pazar muslimanit. Ka dojnë me shitin grati me nxerr dinarën, as po kish ka veç të njësë për ai barabat me qela. Kini kujdes këto gjëra. Wala tanajashu. Mos u shtyni në çmime. Çfarë kuptimi ka në mos u shtyni në çmime? Kur e shen tjetë që s'po kanë kam ia majt, edhe çaj produkt bishte ti është dhe ti arrit çmimin. Haram bëhet për miner. Wa yaba hadirun li ba'adin. Dhe mos manipulon. Qysh mos manipulon? Tash vjen për një porsan tek one me ble. Edhe ai është i huju, nuk e nja. Edhe vjen këtë atë. Ai tu po biznesa e blen sanin ton, shka në shet, që të kujt edhe është i pasër ai. Ti thua, bua, ky është monopolim. Ta thon po të kallzan me monopolim, edhe ti shkej thotë, ja, kur vjen ti arrit çmimin aty, edhe më shumë. Këta gjitha shndrohen në haram o ju musliman. Njëjtë gjë vëllezër, mos u beto për tregtinë tënde, mos u beto për ta fituar haram. Mos u beto për me fitu dinarin, mone men, me argumente po flasni. S'ki nevoj, më u betu për mallin ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, el-halifu munafiqatu lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakati. Ai i cili fitohet, ai i cili betohet për shitset e gjërave të tij, për mallin e tij, thot kam i humb bereqeti i tij. Edhe pse në halal e ki që shdojt dhe 100 erë beto, o pasha Allah një një është, pasha Allah, që ka më dhëtë në Ameri? Të hukë bereqeti. Bot haram kja, shëndrot haram kja, s'ki nevoj mu betu 100 erë, të regaj kuj mirë është, o kry ma. S'ki një qenë pasha Allah. Mirë. Po në qofë se betu të rejshëm, qaj malë, nuk është qysh po fatajt. Qysh po betu taj me thëmë pasha Allah një mirë është, po së është i mirë. Qëka e gjonë me ta? I gjonë 4 sende. Ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush betohet rrejshëm për me fitu dinarin. Në ditën e gjykimit, la yukallimuhumullah, Allah nuk ka mi fol atyre. Wala yanzuru ilejhim, as nuk i shikan atyre. Wala yuzakkihim, as nuk i fol ata. Wala hum azabun alim, ata kanë dënim të rënd. Subhanallah. Shiko o musliman. Mos u beta për tregtim biznesin ton, kur ti e njen vetë dhe njen biznesin ton që i të rrejt. Në ditën e gjykimit, nuk të folë Allah Azza wa Jall, nuk të shikon Allah Azza wa Jall, nuk të pastran me të folë për i mëkateve, dhe të njëjtën gjë kanë dënim të rënd para Allahut Azza wa Jall. Allahu mos na bëj pyetje ja Rabbul Alamin. Mos e hani trashëgimin në haram. Çysh ha trashëgimin në haram? Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-hiqu el-faraidi bi ahliha. E meritan trashëgimia e asoj familje cila i jipët trashëgimi munda. Momenti që jenë hak motrës tane, vëllau tanë, janë arë tokën, janë arë pasonin, janë arë ato, shka shëndrët? Haram. Haram e ki vëllajnë, gjithmonë të na ndodhin ta. Haram e ki mja ungër pasonin, tokën e shdo sen. E le më për ajete kuranor, në sutën Nisa që shka arë dhe shumë ajete tjera, por kush jahan mallin e jetimit, ja merë tokën, ja merë pasonin. La yakuluna illa fi butunin illa an-nar. Ata nuk hajnë diçka vetë se barkat e tyre zjarr, që kjo ajet ka për ata që i hajnë trashëgimit e jetimit, pasuritë e jetimit. Andajnë trashëgimin ndane që shdot, dhe kur e dini që është nda prej familjarët juve dhe vallarët juve, mos i hini hak njëri me tjetrin, se formina shndrohet haram, tër jetën shndron haram, han haram. Allah na ruaj. Thot Pejgamberi jon, o ju vëllezër, dëgjosh për hadithi, për këtë hadith
kum holumtu me gjet, ka për ulemave thojnë kuptimi i këtij hadithi s'ka kuptim. Disa ka thonë e kam po kthy, ka thonë çështë është nuk ka po kthim, a thon. Është shumë interesant, donjëherë fjalët e profetit nuk zvërthehen. Veç kuptimin e den Allahu Azza wa Jall. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama qida shibrin tawqahu min sab'i aradina." Kush e han një pllon tok, kush e merr një pllon tok, dikojna, pa drejtësi, me rana, domon me tashigimia, ja han tashigimien. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati do t'ju pështellën, do t'ju rrethëkohen 7 palë tokë në ditën e Kiametit. Ç'është kuptohet që ka 7 palë tokë? E dini rastin e Musait, kur ka i që ka thonë popullit atë hajde po imi në Palestinë, që ata janë sill 40 vjet që atë tokë njëjtë, ama shko bomën e tokë njëjtë, që ashtu në ditë gjykimit. Dhe ka thonë ulemat 7 palë tokë, që është ti mundosh kanë e ku nuk del pi tokës, sillë që den çatë. Sa që cilësh çdo vend tjetër të poshtë ki dënime më të rënda se sa tjetri. Kto e gjon ditën e gjykimit, ai i cili e ka hangër tashëgimi e vllaut, motrës, familjes dhe kështu të radhë, keni kujdes o ju vëllezër. Pastaj vëllezër e fundit, mos ja vjedh biznesin dikujt. Mos e shfrytëzo dikon për pasuri. Mos më nda, unë ta kam shak, ose kë ka pasuni. Edhe qyri t'ja marrë, shak u ban këtë t'ja marrë une. Apo qysh thash, e shen që ka biznes, filani po hetë biznes, t'ja qeli edhe une. Kujdes se kjo shëndrohet me haram, qëllimet e tua është me dëmtu vllaun tanë, dhe jo me fitu në halal. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, men iqtata'a haqqa mur'in muslimin bi yaminihi harrama Allahu alaihi al-jannah wa awjaba lahu an-nar. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kush është ai i cili ja merr pasunin e dukojna, i hen hak në biznesin e tij, apo që të njëjtin biznes që thash, bijeminihi dhe mundohet me gjitha mundësitë e tij, qoftë edhe me dorën e tij ja marr të mirat e pasurisë tij që i ka të njëjtën që ai ka fituar dhe kë mundohet, harram Allah alaihi al-jannah, Allah e ka bo haram për ta xhenetin. Pastaj wa awjaba lahu an-nar, dhe ata ja ka bo obligim zjarrin e xhenemit. Kujdes o ju rob të Allahut, hane pasurinë e ju në halal, fitane në halal, dhe mos e hini në hak njëri me tjetrit në çështjet e haramit.